Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që bëjnë dobi në momentin dhe çastin ku s'ka fajde nga malli e asë vladi. Amin e ja Rabbel Alamin. Të nderuar, sot do të flasim për krijesat e Allahut Azza wa Jall, të cilët krijesa e kanë emrin bim, që besimtar të kenë kujdes dhe sa shpesë përbërëse i imanit të besimit të muslimanve që të kushtojnë dhe përkushtojnë rëndësi edhe bimve, edhe mbjedhjes së drujnve dhe pemëve dhe bereqeteve të ndryshme, vetëm me një qëllim që tregon besimtari zemërgjërsinë e tij dhe kujdesin e tij ndaj ambientit dhe rrethit që jeton. Krahas mirësive dhe begative që i kanë njerëzit, këto mirësi dhe begati i gëzojnë dhe ja shohin hajrin dhe bereqetin edhe bimt, edhe krijesa tjera të cilët i shohim dhe nuk i shohim. Allahu Azza wa Jall gjitha këto krijesa i ngjall me ujë, të cilin uji e zbret prej qiellit, për me tregu se kjo është mëshirë dhe rahmet e cila vjen nga Allahu Azza wa Jall. Dhe në fund të ajeteve që flet Allahu Azza wa Jall për ujin, për bereqetin, thot: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Qëllimi është që ju të mos i përshkruani Allahut shok, duke e ditë dhe duke qenë të vetëdijshëm se gjitha këto mirësi dhe begati që i gëzoni dhe kënaqeni me të vinë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu përmendemi edhe për parësinë e Islamit dhe muslimanëve, që Islami dhe muslimanët kanë pas për kujdes për gjelbrimin, ambientin, rrethin dhe shoqërinë që jetojnë, që është para shumë viteve. Dhe këtë po a themi sidomos muslimanëve të cilët kanë komplekse ndaj Islamit, të cilët kur ndëgjojnë ndonjë kampanjë, e cila kampanjë thret në mbjedhjen e pemëve dhe drunve, thotë: "Ha, këshiri këta, jo këshir na neve shtash." Këshir na neve si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para sa viteve. Pse ti nuk e din Islamin, pse ti nuk i din rregullat dhe parimet e imanit, pse ti si ke lexuar kur hadithet dhe ajetet kuranore që të nxisin në mbjedhjen e pemëve dhe bereqetit dhe përkushtimit dhe përkujdesit që duhesh dhon, nuk është faji jon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana bi yadihi fasila fastata'a an yaghrisaha qabla an taquma as-sa'a falyagrisha." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush në dorën e tij e ka një fidan, e ka një fidan, çfarë do fidani që është ai, dhe ka mundësi që në mbjell para se mu bo kiameti, le ta mbjelle. Që ky hadith vjen në momentin kur ka marrë çasti kiametit. Thot është duke u bo kiameti, ka nisë mu i të e pa. Nëse ki mundësi me mbjell këtë fidanin, mos u habet ndaj kiametit, mbjell e fidanin, fitoj shpërblimin. La ilaha illallah. Islami flet ka për ekologji, për ruajtjen e ambientit dhe rrethit dhe shoqëri, për përkujdesin ndaj bimëve dhe gjelbrimit. Po vallahi flet, po ti se ki dit, po vallahi flet, kështu është Islami dhe muslimanët, ama ti ki kompleks se kjo është problemi jot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vetin e përshkruan se shefaatin Allahu ka me adhon numër atë sa janë drujnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahu në ditën e gjykimit ka me ndhon leje të shefaatit dhe për shefat atë sa ka çka drujnë mbi tokë." Numrin e shefatit ti e ka numëruar dhe ka lidh me drujnë që janë në tokë, me pemt, perimet, të cilët janë të mbjellta mbi tokë. Thot atë sa ka drujnë dhe pemë, atë numër Allahu ka me mdhon arallëk dhe mundësi për me bo shefat për muslimanët, për umetin tem dhe për umetet tjera. E ka lidhe dhe shefatin me drunë, me rrethin dhe ambientin që ty të rethon. E gjithë kjo të ban me dije që ti si musliman duhesh tregu imanin tënd, duhesh me tregu muslimanlëkin tënd duke mbjell dhe për kujdes për
gjelbrimin, pemt, perimet dhe kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shkon me vizitu bafshën dhe kopshtin e Zeid ibn Haritha, hyn në kopshtin e tij ku ai kishte shumë hurma të mbjellta. Dhe në skaj të kopshtit e sheh bashortën e Zeidit. Dhe i thot asaj, ma min muslimin yezra'u zar'an aw yunbitu nabtan fayakulu minhu insanun aw bahimatun illa kataba Allahu lahu ajra. Thot i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndëgjoj tha, çdo musliman i cili e mbjell një pemë apo ndonjë bereqet, e nga ajo pemë dhe ai bereqet han njerëzit apo kafsht apo insektet, thot Allahu për çdo të mirë që e gëzojnë njerëzit dhe krijesat tjera, thot ja shkruan ka një sevap, ja shkruan ka një shpërblim, ja shkruan ka një hajër dhe bereqet. Dhe në fund themi, në Islam nuk ka zullum dhe nuk ka padrejti, dhe është haram që mi përdor dhe keq përdor pemë dhe bereqetin Allahut për me bo zullum dhe padrejti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men gharasa gharsan fi ghayri dhulmin wala i'tida. Thot kush e mbjell një mbjellje pa zullum e pa armiqësim, çoni këtu përmend me traditat e tona që janë të idhta her pas here, sidomos nga pleqt, që i kanë bu ka 70 vetë, ala këshirë me hinë megjën e huj, ala me ndonë se ka me tu edhe 200 vjetë, jo be vlajem, jo be gjibab, balë më ti po promovo drejtësim, soj trit ka hajri, jo ka shere. Thot nuk ndodhë që i musliman, thot që me mbjell një dru, pa zullum e pa drejtësi, është haram me mbjell një dru për mi hinë megjën e huj, është haram me mbjell një dru që mi bo zullum kushis në temel të shpis, është haram me mbjell një dru që gjethet miran në bërë që tërkujt e ati mi pengu, pa izdin e ati, se kjo është zullum dhe padrejtësi që ti s'ki drejt me bo. E të mos flasmi që shpesher drujnët njerëzit i kesh përdorin për me hinë megjët e huja. Sidomos megjët kur nuk janë da me mirë, thot kjo mollë është e emja, unë e kum bidhë që aty është megjëja ime. Për me hinë hak kujt që tërkujt me a marë tokën. Edhe i thot trivit që pak ma në tonë, thot pak ma në tonë. Ke me marë vartë i këtë drunën edhe atë tokën. Ja kanë pa hajri njerëzit që kanë bo zullum dhe padrejtësi me toke me druna. Kanë mejt fushat e tona, celo karshiaga e komplet dërveni kanë mejt shkretin. Njerë për ata që kanë vjedh tokë ate që kanë bo zullum. Ku janë sot? Janë nër tokë kanë mejt, ja vetën se në mojnë ma. Ama zullumi ju kanë bet, edhe kanë me dhonë gjevap të zoti për çdo plom që e kanë marrë. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me xhenem thot kush e mban një tokë, një plom kofta jo me zullum, me xhenem ka me pagujt. Edhe ti mos ban zullum me drujt, por mundohu drunin me mbjell për hajr dhe bereqet e mirësi, që të kenë hajr dhe mirësi njerëzit, kafshët, insektet, rrethi, shoqëria jote, që gjithë këta të vinë si shpërblime edhe pasi që kështë në atë dunjo, shkaku se si shpërmen për nga meri sasëm këtë hadith, njëra nga ibadetet dhe sevapët që i vinë njerëzit edhe njerëjut edhe pasi që shkojnë në varë, është shpërblimi i drunit dhe bereqitit që i kam bjell. Edhe mas vdekjes, gjdo kush që e han një pemë nga druni që ti e kim bjell, vjen me izin e Zotit shpërblim nga anë Allahut Azza wa Jall. E kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.